Më 16 maj hëna e re në Dem, Chelsea i Kasafortës. Mirë se vini të gjithë në këtë udhëzues të plot astrologjik për hënën e re në shenjën e Demit që ndodh më 16 maj. Ky moment është një nga më të fuqishmit e vitit për të manifestuar pasuri, stabilitet financiar dhe siguri materiale. Demi, si shenjë e tokës, fiks dhe e durueshme, nafton të ndërtojmë diçka të qëndrueshme, jo iluzione të shpejta. Gjatë kësaj videoje do të shpjegojmë hap pas hapi çdo fazë të këtij cikli me detaje të thella, këshilla praktike, reflektime emocionale dhe rituale të sakta. Kjo nuk është një video për fitim të menjëhershëm, por për ata që duan të krijojnë një themel të fortë financiar që zgjatë me vite. Le të fillojmë. 1. Përgatitja e premte, 15 maj, porta hyrëse. E premte, 15 maj. Qielli na jep një dhuratë të rrallë. Mërkuri ndodhet në zemër të diellit në gjendjen e quajtur kazimi. Kjo është një nga konfigurimet më të forta për qartësi mendore. Mendja bëhet si një kristal i pastër. Mendimet e turbullta zhduken dhe mund të shohim realitetin ashtu siç është. Çfarë duhet të bëni këtë ditë? Bëni një audit të plot dhe absolutisht të sinqert të financave tuaja. Merrni një fletore ose një dokument Excel. Shkruani të gjitha të ardhurat mujore, paga, burime shtesë, investime etj. Të gjitha shpenzimet fikse dhe variabile. Borxhet ekzistuese, kredi, karta krediti, borxhe personale. Aktivitetet që zotëroni, kursime, investime, pronë etj. Mos u gënjeni veten. Nëse shpenzoni më shumë se sa fitoni, shkruajeni. Nëse keni borxhe që ju shkaktojnë ankth, pranojeni. Ky është momenti i qartësisë së pastër. Mërkuri në kazimi ju jep fuqinë për të parë pa iluzione. Pastaj shkruani 3 qëllime financiare realiste për ciklin e ardhshëm hënor, 29.5 ditë. Shembuj, deri më 15 qershor, unë krijoj një burim të ri të ardhurash prej të paktën 200 euro në muaj. Unë reduktoj shpenzimet e panevojshme me 30% dhe transferoj 150 euro në kursime çdo muaj. Unë filloj një plan kursimi për një fond emergjence prej 1000 eurosh. Shkruajini këto qëllime me dorën tuaj me shkronja të qarta. Lexojini me zë të lartë. Ndjeni energjinë e tyre. Kjo është farja e parë që po mbillni në tokën pjellore të Demit. Gjatë kësaj dite mund të ndjeni edhe një dëshirë për të pastruar hapësirën tuaj fizike. Pastroni tryezën e punës, dollapin ose portofolin. Energjia e pastër tërheq pasuri të pastër. 2. Përballja me plagët e shtunë, 16 maj, para hënës së re. Pak para se hëna të bashkohet me diellin, ndodh një bashkim i fuqishëm midis Marsit dhe Kironit. Kjo është një nga momentet më shëruese, por edhe më sfiduese. Plagët e vjetra financiare dalin në sipërfaqe, dështimet e kaluara, turpi për borxhe, frika se nuk jam jaft për pasuri, ose besimi se parat janë të këqija. Mos i shtypni këto ndjenja. Ky është momenti për t'i çliruar ato. Si ta bëni këtë në praktik, merrni një ditar dhe shkruani të gjitha kujtimet e dhimbshme lidhur me para. Si ndjeshit kur prindërit tuaj luftonin për para? Çfarë ju thanë të tjerët për ju dhe paratë? Çfarë dështimi financiar ju vjen ende në mendje? Pas shkrimit digjni fletën në mënyrë të sigurt ose griseni dhe hidheni. Thuaj me zë, unë çliroj të gjitha plagët e vjetra. Unë nuk jam më i lidhur me to. Bëni lëvizje fizike, ecni shpejt, vallëzoni, boksojeni jastëkun. Trupi e çliron emocionin më shpejt se mendja. Kujtoni, nuk mund të mbushni një gotë që është plot me ujë të ndenjur. Duhet ta zbrazni fillimisht. Kironi ju jep mundësinë të shëroheni përfundimisht nga historia juaj financiare. Pas këtij çlirimi, hëna e re do të gjejë hapësirë të pastër për të mbjellë farat e reja. 3. Rituali i mbjelljes së farave, hëna e re në Dem. Hëna e re në Dem është momenti ideal për ritual fizik, sepse Demi është shenja e tokës. Ky nuk është manifestim vetëm me mendim,
ky është manifestim me veprim të prekshëm. Rituali i plot hap pas hapi, merrni një vazo të re ose një tenxhere me tokë pjellore. Në fund të vazos vendosni një letër ku keni shkruar 3 qëllimet tuaja financiare ose një letër me afirmime pozitive për pasuri. Mbi letër hidhni pak fara të vërteta, borzilok për pasuri dhe mbrojtje, nenegjik për rrjedhje të lehtë të parave ose të fshirë për fat dhe rritje. Mbulojini farat me tokë duke thënë: ashtu si kjo farë rritet në heshtje dhe me durim, edhe pasuria ime po rritet tani me fuqinë e demit. Vendoseni vazon në një vend me dritë natyrale. Ujiteni rregullisht. Çdo herë që ujisni, përsëritni qëllimet tuaja me besim. Ky ritual kombinon elementin e tokës, demi, durimin, ndikimi i Saturnit dhe veprimin fizik. Pasuria e vërtet nuk vjen nga lotaria, por nga ndërtimi i ngadalt, i qëndrueshëm, tull pas tulle. Çdo ditë që kujdeseni për bimën, po kujdeseni edhe për qëllimet tuaja financiare. 4. Pas hënës së re, energjia e veprimit, 17 dhe 18 maj. Hëna e re ka kaluar, por cikli i saj sapo ka filluar. 2 ditët që vijnë menjëherë pas saj janë jashtëzakonisht të rëndësishme, sepse sjellin energjinë e nevojshme për të kaluar nga planifikimi në veprim konkret. E diel, 17 maj, ide të papritura dhe mundësi të reja. Mërkuri hyn në shenjën e tij natyrale, binjakët, dhe bashkohet menjëherë me Uranin. Ky është një kombinim elektrik për mendjen. Urani sjell shkëndija geniale, ndërsa Mërkuri i jep aftësinë për t'i kuptuar dhe shprehur ato shpejt. Gjatë kësaj dite mendja juaj do të jetë jashtëzakonisht e mbretë, kreative dhe e hapur ndaj ideve inovative. Ju mund të zgjoheni me një ide të re për të rritur të ardhurat, ose mund t'ju vijë një zgjidhje e papritur për një problem financiar që ju ka shqetësuar prej kohësh. Çfarë të bëni këtë ditë? Merrni një fletore ose telefonin dhe shkruani çdo ide që ju vjen, edhe nëse duket e çmendur në fillim. Mos i censuroni. Bëni kërkime të shpejta online për mundësi të reja, biznes të vogël, punë freshance, investime të vogla, produkte digjitale, etc. Flisni me njerëz. Një bisedë e rastësishme mund t'ju hapë një derë të re. Shmangni vendimet e mëdha financiare pa i menduar 2 herë, sepse energjia e Uranit është e shpejtë dhe ndonjëherë impulsive. Kjo ditë është si një derë që hapet pa pritur. Çfarëdo ideje që ju vjen është e lidhur me energjinë e hënës së re në dem, pra do të ketë potencial për të qenë e qëndrueshme nëse e punoni siç duhet. E hënë, 18 maj, fuqia e veprimit të qëndrueshëm. Marsi hyn në shenjën e demit. Kjo është një energji e artë për ju. Marsi në dem nuk ju jep vetëm entuziazëm të përkohshëm, por ju jep forcë, këmbëngulje dhe durim për të vazhduar edhe kur gjërat ecin ngadalë. Tani keni mundësinë perfekte për të marrë hapin e parë konkret drejt qëllimeve që i shkruat të premten. Çfarë të bëni konkretisht? Filloni atë që keni shtyr prej kohësh, të hapni një llogari kursimi, të regjistroni një biznes, të kontaktoni një klient potencial, të krijoni një plan marketingu. Bëni një plan veprimi 30 ditor të thjeshtë. Shkruani 3 deri 5 hapa të vegjël që mund t'i bëni çdo javë. Vendosni alarm ose reminder për të punuar çdo ditë, edhe vetëm 15-20 minuta, në qëllimin tuaj financiar. Merrni një veprim fizik që tregon se jeni serioz, transferoni para në një llogari kursimi, blini materialet e nevojshme për projektin tuaj, ose organizoni hapësirën tuaj të punës. Marsi në dem ju mëson diçka shumë të rëndësishme. Pasuria e vërtet nuk vjen nga veprimet e mëdha sporadike, por nga veprimet e vogla, të përsëritura çdo ditë me disiplinë. Kombinimi i së dielës, ide të fuqishme, dhe së hënës, veprim i qëndrueshëm, është çelësi i suksesit gjatë këtij cikli hënor. Nëse i shfrytëzoni si duhet këto 2 ditë, do të keni një start shumë të fortë drejt manifestimit të qëllimeve tuaja financiare. Përfundim. Kjo fundjavë nuk ka të bëjë me ëndra magjike apo fitim lotarie. Ka të bëjë me ndërtimin e një baze solide financiare që do t'ju jap siguri për vitet në vijim.
Qartësia mendore, 15 maj, çlirimi emocional, 16 maj, rituali fizik, veprimi i vazhdueshëm, 17-18 maj, baraz me sukses të qëndrueshëm. Ju keni të gjitha mjetet. Tani varet nga ju të veproni me disiplinë dhe besim. Hëna e re në dem po ju thot, ndërto me durim dhe unë do të shpërblej me bollëk të qëndrueshëm. Nëse ju pëlqeu ky udhëzues, mos harroni të pëlqeni, të komentoni se çfarë rituali do të bëni ju dhe të abonoheni për më shumë udhëzime astrologjike mujore. Qofshi të begatshëm. Mirupafshim në videon tjetër.